Femra, jap se nuk duhet t'i lyeni flokët kur jeni shtatzëna. Organizata mbi informacionet e teratologjisë ka dhënë një informacion më të detajuar në lidhje me këtë fakt, duke sqaruar se shumë pak prej kimikateve të bojës së flokut kalojnë në trupin tuaj. Otis deklaron se mund të prisni për të ngjyrosur flokët tuaj në 3 mujorin e dytë të shtatzanisë, kur fëmia juaj është më pak i prekshëm nga këta faktor të rrezikshëm kimik. Gjithashtu në vend të lyerjes së të gjithë flokut, një opsion tjetër që ju mund të përdorni janë fijet ku boja e flokut nuk bie në kontakt me lëkurën e kokës. Një këshill tjetër është që gjatë procesit të lyerjes duhet të rrini në një ambient të ajrosur mirë për të shmangur thithjen e kimikateve të pranishme në bojën e flokut. Nëse vendosni të lyeni flokët vetë, përdorni doreza për të shmangur sa më shumë kontaktin me bojën dhe mos kaloni kohën e caktuar të mbajtjes së bojës në kokën tuaj.